Faleminderit shumë, Edi Rama. Kemi edhe 2 minuta të mbetura. Vetëm 2 minuta? Po sa filluam të njihemi tani? Më thuaj që nuk mund të vazhdojmë? Po mendoj që do të kemi shumë mundësi. Mendoj që është fillimi një marrëdhënie të gjatë. Një pyetje aty? And a question, Umberto Eco was, a definition of a question is a short sentence. Umberto Eco e përkufizon të pyetjen si një fjali të shkurtër me pikpyetje në fund. Përshëndetje, unë jam nga Shqipëria e Madhe. Nga Italia, nga Shqipëria e Madhe. Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit. Pyetja ime është, ju folët për nevojën e një leadershipi në një botë shumë polare e shumë paqe, por Bashkimi Evropian ka nisur një iniciativë për sigurinë e vet. Dhe tashmë ekziston mundësia për të përjashtuar Turqinë për shkak të keq kuptimeve dhe problemeve me politikat e brendshme të Turqisë. Si mund të luajë Bashkimi Evropian rol në skenën globale në qoftë se kemi një problem të tillë me politikën e brendshme të një pjesëtari themelor që është Turqia? Dëgjoni, Bashkimi Evropian është një pacient me 27 mjek, e jo vetëm 27 mjek, por të 27-ët janë mjek patolog, dhe kjo e bën edhe më të ndërlikuar gjën. Por vlen po kështu të thuhet që ajo çfarë ka ndodhur që prej agresionit rus ka qenë pozitive, shumë pozitive, sepse në vend që të bëhej më i përqar, Bashkimi Evropian u bë më i bashkuar. Dhe po kështu edhe në opinionin publik nevoja për unitet, për të qenë bashk, për të mos u larguar si pula, është bërë e qartë. Po të kisha përgjigjen e një pyetje kaq të madhe, do të kisha kandiduar për të bërë mbreti i Europës, por nuk jam në qëndje të përgjigjem, t'ja përgjigje për të gjitha pyetjet. Ajo çfarë di dhe të gjitha ata që kanë një logjik dinë është që është një projekt ende i papërfunduar. Është ende në gjysmë të rrugës. Nuk është ende ajo çfarë etrit themelues panë në vizionin e tyre e nisën ta ndërtonin. Kështu që vendimi që do të merret është të përfundohet ky projekt dhe të bëhet një forcë e mirëfill në një lojë tërësisht ndryshe, apo të vazhdohet e të tërhiqemi zvarr në këtë lloj mënyre dhe të bëhemi gjithmonë më të parëndësishëm. Dhe kjo është shumë e qartë për mua, sepse kur shohim shifrat, Bashkimi Evropian apo Europa si e tillë, ashtu si shpres kryeministria juaj që pati instiktin për të mbështetur e ndërtuar punën te një traditë e vjetër franceze që nisi nga abati Shën Pjetrit, i cili në traktatin e tij për paqet përhershme ishte mjaft i qartë. Po ta lexosh sot abatin e Shën Pjetrit, i gjen të gjitha përgjigjet. Se si ky kontinent mund të ketë paqe të përhershme. Ai përfytyronte një kontinent që ishte i bashkuar. Dhe gjeni se nga perëndimi në lindje nga Franca në Rusi. Abati Shën Pjetrit. Emmanuel Macroni e shtyu më tej kufirin duke i dhënë jetë asaj krijese që quhet Komuniteti Politik Evropian. Tani sa u takon shifrave PBB-s, popullsisë, kështu me radhë, po ti bësh bashk 500 milionët, është një forcë e jashtëzakonshme, por nuk është një vend. Kështu që Bashkimi Evropian është një emër, një organizat, apo projekt politik, por nuk ka as edhe një metër katror të vetin. Çdo metër katror i Bashkimit Evropian është metri katror i dikujt që është pjesë e tij.
Ndaj, përgjigja është ti përgjigjemi kësaj pyetjeje. A duam të shkojmë përpara me projektin, apo do të vazhdojmë ti bëjmë të dyja në të njëjtën mënyrë dhe të shpenzojmë sasi të jashtëzakonshme parash për të militarizuar Europën me pasoja të cilat shpresoj që e kam gabim, që shpresoj të gjithë ata për cilëve përpiqem të mësoj të kuptoj e kanë gabim që për pak vjet do të jemi të thyer, do të jemi pas gjë, dhe do të kemi armë, do të kemi mjete luftarake të ruajtura diku dhe të jetë pjesë, do të kemi një histori pak kënaqësie kështu me radhë, nuk po flas për revolucion, sepse fjala revolucion në pikërisht këtë vend në cilin po flasim nuk është shaka, nuk është diçka si në Itali apo në Shqipëri. Kur shqipton fjalën revolucion në këtë vend, e di që njerëzit tu nuk bëjnë shaka, ne bëjmë shaka, apo jo, italianët dhe shqiptarët. Prandaj ne do t'i mbijetojmë çdo luftë bërthamore. Kryeministër, ishte një bashkëbisedim shumë interesant. Një pyetje e dytë para se të largohemi, sepse nuk mund kemi vetëm pyetje nga Italia, le të shkojmë jashtë Italisë dhe Shqipërisë, sepse jemi këtu në Francë dhe po e thyejmë këtë vend. Nuk mund t'i durojnë njerëzit që flasin italisht në këtë vend. Po, ju lutem. Përshëndetje zoti Ikri. Shqiptare. Është shqiptar. Nuk është fajim. Sa realist është integrimi në BE i Ballkanit Perëndimor pa ardhur më parë pajtimi rajonal. Dëgjoni, ne jemi të patundur në bindjen tonë që jo vetëm paqja është më mirë se gjithçka tjetër, por që sa më i lumtur komshiu, aq më e lumtur shtëpia, diçka që, pra komshi i lumtur, shtëpi e lumtur, diçka që ma ka mësuar gjyshja ime. Kështu që mos u kujdes vetëm për veten, por mendo edhe për fëmijën. Dhe nëse gëzon vet, po feston vet, atëherë sigurohu që fëmijët mos jetë duke vdekurie, sepse pastaj i gjithë ky gëzim shkon për drejt. Ne kemi politika bashkëpunimi, dialogu, bashkëpunimi me të gjithë në rajon. Ndërkohë, me Serbinë, ndoshta nuk e dini ose tjerët e dinë, 68 vjet pas vizitës së fundit kemi shkuar. Dhe natyrisht kemi një problem me Serbinë, një problem të madh, që është Kosova. Apo Kosovo, siç i thon këtu. Kosova është një problem, sepse për ne është një shtet në të drejtën e vetë, jo vetëm për ne, por për shumicën e vendeve të BE-s, për Serbinë e për ndonjë vend tjetër, nuk është. Dhe është një problem i madh. Por ose do të vazhdonim të rrinim me kokën pas, e të ndiznim pak kënaqësi, të ndiznim tensione, të ndiznim energji negative, dhe të dëmtonim veten, ekonominë tonë, të ardhmen tonë, sepse jemi tregje shumë të vogla, kemi nevojë që të jemi të gjithë bashk, ose alternativa tjetër ishte të thoj, dëgjoni, nuk biem dakord për këtë, por kjo nuk mund të na parandalojë të punojmë së bashku për shumë gjëra që biem dakord që njerëzit, qytetarët tanë duhet të kenë lirinë e lëvizjes, që mallrat tona duhet të kenë lirinë e lëvizjes, e kështu me radhë. Unë jam dakord
me ju që bashkëpunimi rajonal nuk është alternativë, është e vetmja rrugë për ne që duam të bëhemi dhe antar të Bashkimit Evropian, e me 4 lirit e Europës, lëvizja e madrave, kapitalit, njerëzve, shërbimeve, të jenë njësoj edhe në rajonin tonë, se s'mund të jemi Europian në Europë dhe Ballkanas në Ballkan. Edhe pse gjatë vitit fundit kam parë që Europa është ballkanizuar shumë, kështu që nuk jemi më vetëm. Nuk jemi më të vetmit që krijojnë probleme. Shihni Francën, harroni Britaninë. Mendoni që Franca është ballkanizuar? Tërësisht. Shiko. Shihni, akoma nuk miratojnë dot një buxhet. Ç'është është kjo? Ballkan. Shihni Britaninë. Shihni. Janë edhe më keq. Kështu që është një ballkanizim i tërë i Europës. Tani ne jemi të mirët. Është për të qeshur dhe ju themi pastaj bëni paqe. Mos kërcënoni, komunikoni, bashkëpunoni, sepse kjo është gjë më e mirë për të bërë, sepse vim nga theri. Dhe jemi lajmëtarët. Tani, nëse duan të na dëgjojnë, na dëgjojnë. Nëse nuk duan të na dëgjojnë, mos na dëgjojnë. Ne jemi në rregull me të dyja. Në fund fundit, kur bota të shpërthej, nuk do t'jetë faji Shqipërisë. Kjo është e rëndësishme. Nëse bota do të bëhet më e mirë, ne do të themi bëm pjesën tonë. Kështu që në të dyja mënyrat, në fundit, kur t'i shkojmë Shën Pjetrit përpara, sigurisht do të na jepet një vend në parajsë shqiptar. Por britanikët dhe francezët nuk jam i sigurt. Për fat të keq, do të mbyllim këtë seancë, por herën tjetër kur t'jeni në Paris, do t'ju ftojmë të gjithëve në Grand Continent, në gazetën e themeluar dhe mund të flasim edhe në frëngjisht. Shpresoj që do të ketë një herë tjetër me ju. Ju thash. Faleminderit shumë Edi Rama.